Unë mendoj që këtë herë do të kemi 3 parti cilat garojnë. Nuk e di cilat dele para, e dyta, e treta, nuk e di as cilat shkojnë balotazh, po mendoj që janë 3 partit cilat i kanë gjasat me shku në balotazh ose në njëna me fitu pak. Për shembull, është përparim në absolutisht, që është një prej favoritëve. Mendoj që mund të jetë zoti Qeku për shkak të partisë. Qeko, zyrtarisht për shkak të partisë. Unë mendoj që PDK-ja me Urani Ismailin, po ashtu kanë me pas një rezultat të mirë, sepse ka një rritje të vazhdueshme të Partisë Demokratike në Prishtinë kohëve të fundit, domethënë prej garës së fundit elektorale lokale, ku ishte zoti Ismaili, i cili ka bën një shpërthim do të thosha për Partinë Demokratike, deri te rezultati i zgjedhjes përgjithshme në Prishtinë për Partinë Demokratike, që ka qenë po ashtu goxha i lartë. Dhe të drejtë mendoj që prandaj do të jetë kjo garë pak më interesante. Plus që kemi edhe figura të reja, siç e përmendë Besa Shahini për shembull për herë të parë. Mos gabosha për herë të parë një grup që garon për kryetarët e komunës, e cila vjen nga një parti që nuk ka kush e di çfarë bazë dhe mbështetje, por që është si kandidat jashtëzakonisht interesant. Përvoja e saj, qasja e saj, aftësitë, dija kështu me radhë. Dhe këtë drejtim mendoj që do të jetë garë interesante, edhe për shkak që këto zgjedhje lokale mendoj që kanë me qenë periudhë i zgjedhjeve të përgjithshme që mund ndodhin më njëherë pas tyre. Pra, partitë politike kanë me luftuar këtë garë elektorale edhe duke i pas parasysh zgjedhjet e përgjithshme të pasnikut. Për shembull, na kujtohet ne kemi pas në një moment të ngjashëm në vitin 2013, kur kemi pas zgjedhje lokale në Dorë, dhe pastaj të përgjithshme u bën në qershor të vitit pas Francë, vitit 2014. Edhe ato zgjedhje lokale aty që shumë kanë diktuar edhe datën e zgjedhjeve të përgjithshme, po pastaj dedikuar edhe rezultatit. Për shembull, ka qenë interes i madh i Partisë Demokratike të Kosovës që më dhe një goditje të madhe Lidhjes Demokratike të Kosovës e goditja në Londë Prishtinë. Që pastaj më reflektu në zgjedhjet e përgjithshme. Nëse të kujtohet, atëherë LDK janë sondazhe në vitin 2013 ka qenë para PDK-s për zgjedhjet e përgjithshme. Dhe unë kujtoj humbja në Prishtinë e ka vendosur në një pozitë tjetër. Kështu që kanë ndikim dhe kanë ndërlidhshmëri. Prej kandidatëve, unë e di që është përfol emri i Hajrullah Qekut për një kohë si kandidat potencial i lëvizjes vetëvendosje, mirë po unë mendoj që nuk është kandidati i cili do ta mobilizojë lëvizjen vetëvendosje. Po në fakt e tha edhe vetaj, partia ka dashur se s'ka dashur, në një farë mënyrë e latë kuptohet që nuk ka qenë fort vullneti i tij, por ka qenë kërkesa partisë. Tash pse ka vendosur Albin Kurti, pra kur thu partia janë vetëvendosje thu Albin Kurti. Pse ka vendosur Albin Kurti në Hajrullah Qekun në Prishtinë, kur një pjesë e konsiderueshme njerëz kanë pritur që kanë vendosur Prizren. Pra unë kam pritur që zoti Qeku do të kandidojnë zgjedhje lokale, por shumë e kam pritur për Prizrenin, jo për Prishtinën të drejtë. Jam fol shumë në Prishtinë, dasha s'ka dash partia, ata nuk e di. Mirë po... Ja ku Njusa nuk ka dash, për këtë e di. S'ka dash vetë. Po, unë mendoj... Kërkesa vazhdueshme ka qenë që ai me qenë kandidat. Unë mendoj që vetëvendosja me zotin Qeku e kanë pranuar humbjen në Prishtinë. Domethënë, halopa janë nisë garës e ka pranuar humbjen. E kur të zgjedhje me çet pranim, rezultati ka qenë shumë i keq. Se unë nuk e shoh zotin Qeku si të mundshëm me mobilizu votën e Prishtinës. Madje as të degës së lëvizjes vetëvendosje. Për vetëm një arsye, nuk ka këto arsye tjera. Që s'ka punuar me degën e vetëvendosjes, nuk e njeh. Është mish i egër. Edhe ka shumë mundësi edhe pse këto nuk është karavit rrugëve ai, nuk është karavit rrugëve, nuk është, a ka për shembull, a ka gjatë 4 viteve të qeverisjes, a ka ndonjë qendrim pozitiv për Prishtinën zoti Qeku si ministri i kulturës, përveç bllokimeve. Zoti Qeku identifikohet tashmë, edhe me vetëvendosje hyn në garë në Prishtinë, edhe me këtë domk si bllokuesi projekteve të përparimramës të komunës së Prishtinës. Bllokuesi përmirësimit jetës neve që jetojmë këtu. Po pra, njerëz duhet me ditë se Hajrullah Qeku udhëheq Ministrinë e Kulturës. Në kuadër të kësaj ministrie është një departament për trashëgimi kulturore, më duket quhet, kështu. Ky institucion, brenda institucionit, i ka blloku projektet.